Alba Story prezanton. Mirë mbrëma të gjithëve. Unë që po ju tregoj, jam një grua 60 vjeçe. T'ju a them tamam, kush më sheh nuk ma jep kur atë mosh. E kam mbajtur veten gjithmonë. Vishe mirë, jam e shkathet dhe nuk rri një minut në vend. Burrin e kam 2 vite më të madh, 62 vjeç. Ai ka punuar gjithë jetën në ndërmarrjen e pastrimit të qytetit. Është burr i mirë, por i heshtur, nga ata që shkojnë në punë, vinë në shtëpi, han bukë dhe shtrihen. Në punën e tij, burri im kishte bërë shumë muhabet me drejtorin e ndërmarrjes. Drejtori, që quhej Agron, ishte 58 vjeç. Ishte burr qyteti, i pashëm, i mbajtur mirë, me makinë të mirë, por kishte një fiksim. Ishte i apasionuar pas fshatit. I pëlqente ajri i pastër, qetësia dhe ushqimet tradicionale të bëra vet. Burri im, me atë bujarinë e tij, i tha një ditë: "Hajde një fundjavë nga shtëpia ime në fshat, që ta pres një pul e të ta jap pak lëng që kemi bërë vet ne." Dhe ashtu u bë. Agroni erdhi për herë të parë tek ne një të diele. Unë e kisha shtruar tavolinën plot. Isha veshur thjesht por bukur, me një fustan të lehtë që më tregonte format, dhe flokët i kisha rregulluar vet. Kur hyri drejtori në obor dhe më pa, u shtang, më dha dorën dhe më pa në sy. E kuptova me njëherë atë shikim, sepse ne gratë i ndjejmë këto gjëra. A ju habet që një grua e fshatit në moshën time të dukej aq e freskët. Që nga ajo e diel, Agroni filloi të vinte shpesh. Ndonjëherë sillte ndonjë pako me kafe nga qyteti, e ndonjëherë thjesht vinte për të ulur në oborrin ton. Burri im nuk kuptonte gjë. Ai gëzohej që po i bënte nder drejtorit. Por mes meje dhe Agronit kishte filluar një lojë tjetër. Një pasdite, burri na la në sallon dhe doli jashtë tek qilari për të mbushur një shishe. Sa po mbyll dera jashtme, Agroni e la filxhanin e kafes, u mbështet mbrapa në karrige dhe më tha: "Unë nuk e di si e gjen ky burri yt gjithë këtë energji në punë, por tani e kuptova. Kur ke një grua të tillë në shtëpi, njeriu nuk plaket kurrë." Unë po pastroja tavolinën me një leck dhe nuk e prisha trezin fare. U ktheva nga ai me një buzëqeshje djallëzore. "E po drejtor, disa i kanë të mirat në shtëpi, po nuk din t'i vlerësojnë. I lën si lule që thahen pa ujë." Ai me pa fiks në sy. "Po te ishte lulja në dorën time, unë nuk do ta lija kur të thahej," më tha ai. Fiks në atë moment u dëgjuan hapat e burrit tek pragu i derës. Agroni mori filxhanin prap dhe u kthye ka lavamani sikur s'kishte ndodhur asgjë. Kështu vazhduam disa herë, vetëm shikime të thella kur burri kthente kurrizin dhe ndonjë fjalë ngacmuese që marriste tensionin dhe më bënte të ndihesha si 20 vjeçe. Ishte një e mërkurë dhe burri im ishte në punë në qytet. Ishte në turnin e parë. Unë dola në kopësht për të rregulluar ca domate dhe për të ujitur lulet. Kisha veshur një bluzë me mëngë të shkurtra dhe ca pantallona të lirshme. Nuk kisha bërë asnjë përgatitje. Isha krejt natyrale, duke punuar me dheun. Aty nga ora 11 dëgjoj zhurmën e një makine që ndaloi fiks para portës time. Ngrita kokën dhe e pash makinën e drejtorit. Zbriti Agronin nga makina. E kishte veshur një kemish blu të hapur
dhe syze dielli. U habita shumë, fshiva duart dhe dola tek porta. Drejtor, i thash me habi, çfarë bën këte i sot? Burri është në punë në ndërmarrjen tënde atje, apo the ta kontrollojen nga fshati. Ai qeshi, hoqi syzet dhe u mbështet tek porka e hekurit. Burrin atje e lash, prandaj erdha, më thaj. Kisha ca punë këtej nga zona dhe thash, mos gjeja ndonjë got ujë të ftohtë te kjo shtëpi, sepse u dogja nga vapa e qytetit. Eja brenda, i thash, se ujë të ftohtë kemi sa të duash. Hym brenda në kuzhinën e shtëpisë. Ishte qetësi absolute. Dëgjohej vetëm zhurma dhe tiktaku i orës në mur dhe cicerimat e zogjve jashtë. Unë ndjeja zemrën që po më rrihte fort, se e dija shumë mirë që ai nuk kishte ardhur as për ujin e ftohtë e as për ajrin e fshatit. E dija që ai kishte ardhur për mua. E kështu, agroni u mbështet tek banaku i kuzhinës dhe më shikonte. Unë ndjeja dhe e shihja shikimin e tij mbi trupin tim. Ulu drejtor, i thash, prit një minut sa të laj duart këtu tek çezma, se i bëra pes me dheun e kopshtit e pastaj të bëj një kafe. Mos u nxito, më tha ai me një zë shumë të qetë. Unë hapa ujin e lavamanit dhe fillova të fërkoja duart me sapun. Uji po rridhte, e në atë moment ndjeva që ai u shkëput nga banaku dhe mu ofruan nga mbrapa. Nuk tha asgjë. Kur mbarova së shpërlari duart, bëra të kthehesha për të marrë peshqirin që kisha varur aty afër, por ai e kishte marrë përpara meje. Agroni u ofrua fare ngjitur me mua, e ishte një qasje krejt tjetër. Thjesht mori duart e mia të lagura në duart e tij, dhe me peshqirin e kuzhinës filloi të mi fshinte duart. Mi fshinte nga dal gisht pas gishti, e unë beta pa lëvizur. Sytë e mi u guzhduan tek duart tona. Uji tek çezma po rridhte akoma, por asnjëri s'po e mbyllte. Duar kaq të buta e të bukura nuk janë bërë për të punuar kopshtin kur je vetëm, me përshpëriti ai, pa i hequr syt nga duart e mia. E për çfarë që kanë bërë duart e mia, mor drejtor? E pyeta unë me një zë që mezi me dolin nga fyti. Ai e hodhi peshqirin mbi banak me një lëvizje të shpejtë. I kapi të dyja duart e mia dhe i kaloi rreth qafës e tij. Pastaj duart e veta i kaloi tek beli im. E më ofroi me një vendosmëri prej burri që di çfarë do, dhe pa e zgjatur as pak me fjalë, i bashkoi buzët e tij me buzët e mia. Ishte një puthje ku s'kishte nevojë as për shpejtësi e as për fshehje. Ishte një puthje tamam burrash e grasht e pjekur që i din rregullat e lojës. Me puthi aq fort, me aq pasion aty pran lavamanit, sa që unë e harrova fare se kisha çesmën të hapur, kisha harruar madje dhe sa vjeçisha. E vetmja gjë që dëgjohej ishte uji që rridhte akoma dhe frymarrja jone shpejt. Drejtori do të vinte. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.